Që është me mëngjes, Albin Kurti të ndreq ditën. Ama I kesh godit keq këta kukavicat edhe pevaqicat me 4 miliard. I kesh qartë krejt mi kesh tranu ngone. Se kë është kingu I kinga. Të rëndësishme kur kemi marrë vendime shumë të vlefshme për të gjithë qytetarët e Republikës në mbledhjen e 273 me radhë. Natyrisht që lajmi I parë se buxheti për vitin 2026 do të jetë rreth 4 miliardë euro, nga të cilat qereku apo parafërsisht 1 miliard euro do të jenë për investime kapitale. Risi tjetër është edhe paga e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik. Që të pagën e 13 deshta me ditë këta opozita kukavicat e LDK-s e pevaqicat e PDK-s a kanë ditë, a thu, çka është paga 13? A me siguri e kanë mësu sot, se besoj që se kanë ditë se kur njët vetë se kanë përmend këtë pagën e 13, se kanë ditë çka është. Pra, kushdo që punon vazhdojnë 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë fund vitit do ta përfitoj edhe pagën e 13. Por jo vetëm kaq, është përfshirë edhe zbatimi I rritjes së pagës bazë, varësisht nga përvoja e punës, me që rast kjo rritje është gjysmë pikë të përqindjes, 0.5% për çdo vit përvojë pune, e më herët për 15 vitet e para përvoja ka qenë e vlerësuar me vetëm 0.25% për vit. Pra kemi dy fishim të vlerësimit të përvojës së punës në pagën e gjithëmbarshme për punonjësit. Kjo pra përkthehet në rritje shtesë kukavica ngone që punojnë në sektorin publik, gjithnjë varësisht nga vitet e përvojës punës. Në këtë buxhet të rritur të shtetit tonë, natyrisht që parashihet edhe rritje e shpërndarjes dhe rishpërndarjes si aspekt I fortë social I programit ton qeveritar. Përkatësisht kemi rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletimi I reformës së asistencës sociale dhe mbështetje të tjera për familjet. I fortë për besë. Rrit shtesat për fëmijë 50%, rrit pensionet 150%, rrit rrogën mesatare që do të më shku në 500 euro, së tibur, e vetën më herët ku e morë që rrite buxhetin 4 miliard, a di çfarë përgjigje tha? Jo, tha nuk e kom rrit, tha veç nuk e kom vjedh, tha se më rrit vetë, se këto kukavicat e pevaqicat 20 vjet gjysën e buxhetit ja qeshin Radojiçi të I dhonë të ndera. Këtë parë gjysa parë të Kosovës shkëshin Serbi. Në përmes Radojiçit e Simiqit të I dhonë të ndera, gjysën e të ndera në Kosovë kanë shku benemen atje në Serbi. E kjo tha jo, tha unë se ku më rrit, tha veç o rrit veta, veç që se kena vjedha. Tash qënë të pevaçkat e tona dhe nishin qu me saba, ja nena, jak nena, ama këjo kallë, këjo përvlen. Njëre që këjo sa ka tënë. Në dëmë shtimes që qenë. Këjo kallë krejtë. Jo më në me thonë shka dëni, se gunga në shpetullit, ka të jep shkën. Ama 4 miliard. Goditje fort për opozitën. 4 miliard e buxhetit. 1 miliard veç për ushtri planifikohen me shti armatim. Shumë. Së dia këta Amerikanë pjapin do këtë pare që ashtu veç pithojnë hajtë, se Kosova s'mundet me pas as buxhet madh, po me siguri Amerikanë të kanë thonë merë burë 1-2-3 milion për t'japon që shtu e ble armatim e sana se nuk është dishka në rregull. 4 miliard me ta bon buxhetin, me t'i rrit, me shtesat fëmijëve, me pensione, me ato, me këto, me rrugat, rrugën e 13, jo rruga më rrit për çdo vit,
Qysh është me legjë 0.5, nuk e di, burë, nuk e di. Shkon ka banë, për besë. Ani kur për dolin ta, ani Ramushi kur për del, për ta Albini me Serbien. Ani Ramushi kur për del, Albini me Serbien. E me kom me Serbien ja kish zbrit, rrogat nuk ja kish hyp shqiptarve. Jo, me kom Albini me Serbien, ja kish bo minus 50%, nuk kish ku 50%. Ja kish ull. Ma, Ramush vjen keq, po largi e realitetit. Pes një për thamë Ramush nga mirë bacin se ty ato 2 partite mëdhaja për LDK, për Vaqica, Kukavica, ata janë të mënu me të qitë ty prej lojës, se ata menojnë që krejt ata që votojnë ty, votojnë ata. Ty janë të mënu me të qitë prej garës. Ti alo nuk je ka kuptën që kanë të dosh me të bon ata. A ke po Lima, vërë si uri, shkoj LDK, hine në koalicion. Aje siguraj progun. Mos mujt me morë 3 deputet 2 merë. Ti ki me metë kërkun hish, as me otën, as me fotën. Në gjetu dikun, Ramusho, ka po dikun se marove, as progin s'ki me mujt me kalu. Po, mos e nsho shancën e sa ka toj për Vaqicat e Kukavicat. Shancën e ki me qitë për tuke, që s'dën ki me qitë vetin, ato dhije. Se ti ki me metë, po nese ati nashta në gjitësh LDK-s, se ata tash partije forta dhe partije madhe shumë, po mundohen me gjetë pështimin të Fatmir Lima. Tash, banë men ku kanë ra këto, Kukavicat e LDK-s, me gjetë pështimin me një parti që i ka 7.000 vota. Nuk shkën mërë kja. Nuk hetë o borë. S'mund është ti më bon lider të kap me partia që i kanë ka 6-7.000 vota. Ja mundosh me pështu LDK-n të bon koalicion me do parti. Nuk shkën. I keni bon këtu manovrime për para, pës që kanë hecë poplën, që një mësu jo të në rajtë që 20 vjetë, veç për liberalizimin e vizav, për shdo muj keni dalë se cilë kryeministër i Kosovës, edhe 3 muj e u kry, edhe 3 muj e u kry, edhe 3 muj e u kry. A i së krytën kër, erdhe Albini, trap, i heke. Jo për Vaqica, jo. As jo Kukavica, s'ka kur që mon Albinin. Ka te keni, Albini është king. Ai ju sakatan. Ai ju që mëntarë.